Po, shumë mirë, po, shpresoj që do na dalë, atje do na dalë pra se ne në dorë kemi kohën, domethënë. Po. Tani këto gjëra që kam rreshtuar unë janë gjëra që normalisht dihen, edhe shumica i din, ndoshta disa i din edhe më mirë se sa mua, shumë përdorimi i profileve në Google Chrome, kupton? Më mirë jo, po thjesht mund të ketë. Po disa gjëra që i bëni shpesh mund të dini edhe se sa mua. Por mund të ketë edhe ndonjë gjë që nuk e dini, ndonjë gjë interesante. Gjithsesi unë po i kaloj. Google Chrome ka profile të ndryshme, mund të përdor profile të ndryshme. Edhe browseret e tjerë ndoshta, po unë po flas për atë që di. Për shembull, ky është Google Chrome. Unë këtu jam loguar me këtë profil. User 1 unidora.edu.al. Tani, në të njëjtin browser mund të hap profile të ndryshme, që janë adresa të ndryshme ose llogaritë të ndryshme në Google. Për shembull, nëse kjo është adresa ime personale, mund të hap adresën e universitetit. Për shembull, @chrome profile. Sign in. Tani unë do përdor këtë user 2 @unidora.edu. Emri nuk duhet. Tani to email. User 2. Jo. User 3, si, apo Këto janë userat test që i kam krijuar unë. Shumë në vend të user 2 për shembull do ishte dashamir.hoxha@unidora.edu. Do ne të treja, po futemi në një grup dhe të punojmë. Jo, kjo është tjetër gjë. Jo, kjo është si të përdorësh dy adresa email në të njëjtin browser, në të njëjtin kompjuter. Domethënë është e mundur të punosh edhe me adresën personale, shumë nëse ke një adresë. Si kemi të hapur në telefon, Ashtu, edhe në telefon, edhe në këtë. Do ta kaloj pak shkurtimisht edhe atë në telefon, po fillimisht këtë. Atë emaili, passwordi. Dhe tani ajo sync është që sinkronizon edhin ju bookmarks, passwordet e kështu me radhë, që i mban mend vetë Chrome. Dhe kur e hap një profil edhe në një kompjuter tjetër, atëherë ajo i ruan edhe passwordet, edhe historinë çka ke bërë browsi, edhe bookmarks e kështu me radhë. Dhe kjo për shembull të lejon të punosh edhe nga shtëpia, edhe nga puna, sepse ato passwordet, gjërat që ke janë të përkëron profil, edhe kur hap një profil në një kompjuter tjetër, vinë edhe ato me vetë. Tani nëse unë hap mail, ky është ose po të shikoj këtu tek kjo, këtu jam si user 2. Tek ai tabi tjetër isha si user 1. Domethënë mund të përdor në të njëjtën kohë në dy browsera, në dy dritare të ndryshme ose në dy tabe të ndryshme, mund të përdor në dy dritare të ndryshme mund të përdor llogari të ndryshme ose profile të ndryshme. Po shtoj edhe një tjetër @chrome profile, sign in. Mos e kam bëra gjë kam. Okej. Do të ishte user 3. Nuk e di çfarë shkruaj aty. User 3 Dora. Klikova dhe sinkronizimin. Tani po shikoni këtu janë 3 dritare të ndryshme dhe secila nga këto, kjo është user 1, kjo është user 2, kjo është user 3, që mund të punoj. Shumë po të hap mail.google.com. Nga që kam bërë login këtu si përfaq, më hapet automatikisht dhe ky është emaili i user 3-shit.
emaili ta lejon këto kompjutere Po, te Google. po. Tani, të njëjtën gjë mund ta bëj edhe në celular me email, çfarë sikur I bëra share. Atëre, po përpiqem ta tregoj në celularin tim, full screen mirë. Nëse shkojmë tek Chrome, këtu duhet të kemi disa profile. Domethënë edhe këtu mund të krijojmë profile. Për shembull, shtypim tek kjo ikona këtu e llogarisë dhe këtu shikojmë profilin që është momentalisht. Jo, ky është profili që është momentalisht, po unë kam shtuar edhe këtë profil që është profili I punës. Nëse shtoj edhe mund të shtoj edhe një account këtu, add another account, për shembull do shtoj user 1. Nga që e kam provuar më përpara, ma nxori këtë user 1, si duket e kam mbajtur, po shtoj user 2 shumë, po përdor të use another account. Që është më poshtë. Use another account, po shkruaj user 2. Univlora. Edu.al. Next. Domethënë po shtoj një profil të tretë. Ja passwordin. Dhe tani kam tre profile, që është profili I personal, ky është profili I punës dhe ky është profili I punës. Tani nëse zgjedh këtë profil, Chrome punon me e tregon këtu signed in as user 2. Tani këtu kam tabet që kam te ky profil, që faktikisht s'kam asgjë të hapur, po të shkoj te bookmarks, janë bookmarks e këtij profili, edhe nëse hap një site këtu, kur bën që mbush automatikisht atë username password, nëse unë e kam ruajtur username password në një browser tjetër, për shembull, edhe këtu mund ta plotësoj automatikisht. Pra, profili mund shtohet edhe tek Chrome në celular, po ashtu edhe tek maili. Pra, apa programin e emailit këtu, Gmail. Shkoj tek mesazhet, po prap shkoj tek ikona e profilit ose e accountit e llogarisë. Dhe këtu momentalisht kam të llogari personale. Tani po I them add another. Jo, momentalisht është kjo llogaria e universitetit. dashamir.hoxha@nglora.edu.al. Por un kam edhe këtë llogari tjetër, account. Dasha Hoxha që është private. Tani po shtoj edhe një profil tjetër sa për provë ose add another account ose manage accounts on this device. Po e bëj me këtë manage accounts on this device. Tani këtu kam dy llogari apo tre, jo
këtë pas kam provuar më përpara dhe është disabled. Po shtoj një të tretë këtu, add another account. Add another account. Tani, ky programi i emailit suporton edhe emailet të tjera përveç Gmailit, që janë emaili i Apple-it, e kështu me radhë, i Microsoftit, e kështu me radhë. Po, unë po shtoj këtë Google. Meqense ne përdorim emailin e Google-it, continue. Use another account, do përdor për shembull user trash. User 3 at Unidora edu.al. Done, next. Passwordi i kësaj llogarie. Dhe tani janë këto llogari që kam. Po I them done këtu dhe mund ta këto mesazhet, po. Këto mesazhet që dalin këtu janë mesazhet e kësaj llogarisë user 3. Janë mesazhet e llogarisë user 3. Tani çfarë kishte tjetër? Pra, këtë e pam, përdorimi i profileve për email dhe Chrome në një smartphone. Tani, sharing files me Google Drive. Po e ndryshoj këtë profilin, po shkoj tek user njëshi. Këtu mund të shkruajmë drive.google.com ose mund ta zgjedhim tek kjo menuja këtu. Shkojmë tek drive dhe ju e dini drive se ndoshta e keni përdorur të Google Drive që këtu përdor? Po. Atëherë kanë marrë shumë përhapje këto, por që janë praktike edhe tani që ashtu. Po, edhe në situatën e sotme, në situatë normale. Tani, skedarët e mi janë këtu tek My Drive. Të këtij përdorësit user 3, se këtu kemi ose user 1, se këtë profil kemi këtu, user 1. Dhe është kollaj, për të ngarkuar new file upload ose folder upload është për të ngarkuar. Krijon një direktori të re ose nëse do të krijosh një Google Docs ose Google Sheets, mund ta krijosh me këto. Domethënë e krijon këtu në këtë direktorin ku jemi. Edhe për të manipuluar ose për të organizuar këto skedarët që janë këtu, klikon me të djathtën. Download është për ta shkarkuar, rename është për të ndryshuar emrin, pastaj organize është për ta zhvendosur diku tjetër, bën të move dhe e çon në një direktori tjetër. Për shembull, po e çoj këtë tek direktoria technical, për shembull, këtë skedarin që kam zgjedhur, organize, move, zgjedh direktorin edhe I them ose këtë move këtu ose këtë move. Tani nëse shkoj tek direktoria technical, ky skedari është në këtë direktori. Pra, puna këtu është pak a shumë një lloj si në një direktori normale në kompjuter, që është në direktori lokale. Tani, në veçanti nga direktoria lokale, kjo ka dhe mundësim për të bërë share. Mund të bësh share një skedar ose një direktori me persona të tjerë. Për shembull, nëse dua të bëj share këtë skedarin Google Docs offline, për shembull, klikoj në të djathtën edhe I them share. Share. Po, tani këta janë
marrës të sugjeruar, i sugjeron kjo, po nuk është, nëse unë do ta shtoj këtë, klikoj këtu. Ma sugjeron, po nuk është këtu është lista e atyre me cilët do ta bëj share. Sepse pronari ose zotëruesi i këtij skedari është user njëshi. Po, tani nëse do ta bëj share me dashamirin, filloj të shkruaj Dashamir Hoxha në del lista, ose nëse do ta bëj share me user 3 për shembull, shkruaj user në del lista user 3 dhe bëj share me këta dy persona. Tani këtu janë të drejtat. Share po me çfarë të drejtash? Editor mund të punojnë këtë skedar, mund të bëjnë ndryshime. Commenter view vetëm shikon. Commenter mund ta shikoj dhe të Jo, kjo është më shumë për këta që merren me biznes, kështu se ne kemi pak teorike si materiale. Administrata, çdo lloj administrate mund ta përdori këtë për të bashkëpunuar. Po edhe juve që jeni që jepni mësim, apo si jepni mësim? Si jam dhe po bëjmë një shumë Po. punën që kemi të qendra tash. Po, tash nëse janë 2-3 veta që do të punojnë në të njëjtin skedar, mund ta bësh share dhe mund të punojnë të dy, të tre njëkohësisht. Dhe ndryshimet shfaqen në kohë reale. Ndryshimet që bën njeri shfaqen direkt, punë sekondash ose më pak. Po, ja po e bëj share si editor me këta, notify people po e lë. Kjo i dërgon një njoftim. Urdhë? Këtë nuk ka pa, për shembull, unë kam punuar me shit, me fëmijët, me bujë. Po, edhe me shit e njëjta gjë është, po. Ne të punojmë çfarë të zgjedhni nga këto. Në fillim, atë s'ka pa në fillim çfarë. Ja po e bëj kans. Materiale teorike. Në një faj, të zakonshëm. Po. Në borë të Shikoj, ja ta mbarojmë këtë shembull se ndoshta është diçka që mund ta kuptosh gjatë rrugës. Po, mund ta kuptosh gjatë rrugës. Tani, nëse e checkoj këtë, kjo dërgon edhe mesazh njoftimi. Edhe mirë është që të ose po nuk e Mesazhi njoftimi. Po, që ky person ka bërë share këtë dokument me ty, i dërgon email. Mirë është që ta lëm të checkuar, por nëse jemi në të njëjtën zyrë shumë, mund ta njoftosh edhe me gojë, s'është nevojë për mesazh. Send. Tani, po hap atë profilin user 3. Ky është Po, user 3. Tani, një nga përdoruesit që me cilët e bëra share ishte edhe user 3. Atëherë po shkoj tek Drive, faktikisht nuk ka ardhur njoftimi. Po të shkojmë tek mesazhet, që jemi këtu te mesazhet, ka ardhur ky mesazhi. User 1 share a document. Edhe këtu është edhe linku i dokumentit që mund të shkojë të hap direkt. Ose nëse nuk e hap këtu, faktikisht ka dërguar edhe një mesazh për tek chati që user njëshi ka bërë share këtë dokument. Mund të shkoj edhe tek Drive dhe këtu share with me. Do të thënë ato që të tjerët kanë ndarë me mua. Edhe sot është do të thënë dikush ka bërë share këtë dokument. Tash nëse unë e hap këtë, po e mbyll se ekranin e kemi në çik të vogël, unë mund të punoj këtu. Dhe user njëshi, ndërkohë mund të shikoj këto ndryshime në kohë reale. Domethënë të dy e kanë hapur për ta edituar dhe këtu user njëshi t'i tregon që këtë e ka bërë user 3-shi, këtë rresht, e ka shtuar user 3-shi. Nëse tani user njëshi shkruan diçka tjetër, dhe shkojmë tek përdoruesi user 3, ati i del kjo gjëja në sekondë, domethënë edhe që e ka shtuar user njëshi. Tani këtu janë edhe persona që janë duke punuar momentalisht. Ky është user 3-shi, ky është user njëshi dhe ky është do jetë user 3-shi.
Tani, pasi u bën këto ndryshime, ekziston edhe mundësia kjo i ruan ndryshimet, edhe kush e ka bërë, kur e ka bërë, mund të shikosh edhe historikun e ndryshimeve. Ku e shikojmë historikun, më duket se këtu tek activity vësoj, activity. Po, aktiviteti në këtë dokument, pra kemi zgjedhur këtë dokument, këtu janë detajet ose activity. Edhe këtu tregon për shembull gjithë aktivitetin e këtij skedari. Domethënë ndryshimet që janë bërë, kush e ka bërë dhe kur e ka bërë. Pra, kjo është e dobishme për bashkëpunim, kur 2-3 veta bashkëpunojnë për të njëjtin dokument. Dhe është më praktike, më e mirë se sa ta dërgosh me attachment, ai bën disa ndryshime, ta kthen prapë mbrapsht, pastaj ti bën disa ndryshime, ja kthen prapë mbrapsht, edhe bën 20 versione që nuk e di se kush është i fundit edhe kush ka bërë çfarë ndryshimi ka bërë. Kështu që kjo është më praktike, bashkëpunon në kohë reale me një version të vetëm, edhe ruan edhe historikun e ndryshimeve. E njëjta gjë vlen edhe për këto Google Sheets. Edhe Google Sheets mund të bëhet share edhe të punohet në mënyrë të përbashkët. Tani, qa kishin tjetër në... Google Drive me të ka do po mirë, disa po ju mund të vini tek Lodina? Po, edhe mund të vi, po aty është Mili, është Mili? Aulona. Ti është të vitë në Setuar me Aulona që do na mbështesin. Po, po. Shiko, Aulona ju ndihmon pa diskutim. Edhe unë vi, po unë më duhet kohë sa të vi deri ande. Po. Ose hajde një ditë me laptop që ta shikojmë, nëse kemi laptop që ta shikojmë bashkë. Po. Po, e kemi për gjëra tjera, është më praktike. Ne mund të punojmë një kohë të gjatë në një dokument, duhet vetvetiu apo duhet t'i japim save sa herë ne punojmë. Kjo ruhet vetvetiu. Google Docs e ruan vetvetiu. Sa që bën ndryshim ti, ajo e ruan me një. Sepse vet ai sinkronizimi kërkon që të ruhet në mund të përdorim me diçka që të datojmë mua nga shoqja të çfarë. Po, tani kjo Çfarë mund të bëjmë ne që të dallojmë se kush e ka bërë atë? Tani atë e ruan tek po ta shikoj një sy i tretë, po punojmë 2 veta apo një sy i katërt. Po. Ta di që këtë e ka bërë filani, këtë e ka bërë këtë ndryshim. Ta dituri se çfarë ka bërë, po. Për të kontrolluar atë do të që çfarë është bërë, jo në kuptimin e asaj që Po, tani për ta kontrolluar se çfarë është bërë, besoj që është kjo historiku, aktiviteti. Persona që janë futur tek kjo. Është Ti do të futesh në të katër, jo si atë kjo, po ne do punojmë në të treja. Po. Dhe unë dua po kemi Juliana të kontrolloj atë që ka bërë kuptimin e mirë të fjalës për të parë ato çfarë duhet të bëjë mirë. Po. Jo sa duhet të bëjë, çfarë duhet të bëjë më mirë. Po ne është bërë ashtu. Shiko, dalloj po kemi detyrën e Julianës me detyrën time. Po. Tani kjo aktiviteti që është, domethënë historiku i ndryshimeve. Ne kemi 3 gjëra, po kemi 3 vetë të ndryshme në një dokument. Po. Unë do kontrolloj shkronjën e madhe. Po. Stella do kontrolloj not. Po. Juliana do kontrolloj hapësirën, po atë një fjalë. Po. Por pastaj duam që të shikojmë një tjetër kuptimin që ta kapim atë gjë. Po të kontrolloj po kemi vetëm për shkronjën e madhe që kam punuar unë. Do të kontrolloj detajin. Po. Sinkronizimi e kodit, do duhet punojë të njëjtën kohë apo Jo, mund të punohet edhe në kohë të ndryshme, por nëse 2 veta janë duke punuar njëkohësisht në të njëjtën kohë, ajo të tregon që këtë ndryshim po e bën filani, këtë ndryshim po e bën filani. Pastaj, nëse ti vjen pas 2 ditësh edhe hap dokumentin, aty nuk besoj se e shikon kush e ka bërë një ndryshim, kush e ka bërë një tjetër. Në fakt, ka punuar për nuk e shikon. Nuk e shikon, por mund të shikosh këtë aktivitetin e të shikosh që filan datë, filani ka bërë disa ndryshime. Dhe ai nuk është po themi këtë datë apo ditët apo sa. Po çfarë ndryshimi ka bërë? Sa. Nuk është tek sa, është tek si.
nësi. Unë për shumë kam të marrë një dokument të tillë Po. me një material të departament të apitetit dhe kisha pjesën e gjendës që duhet të plotsoja. Po. Por unë shikoja që mua nuk kishim aksesi im ishte i qartë. Po. Sepse unë kisha me të njëjtën ngjyrë, ajo çfarë unë punoja në ditën me të njëjtën ngjyrë. Po. Dhe unë e kuptoja atë çfarë kisha bërë unë kuptimin që ta rikontrolloja, se s'mund të kontrollosh po themi gjithçka për të gjetur atë që dori në ngjyrë. Po, ndoshta edhe mund të përdore, nuk e kam. Po. Po themi se unë s'mund të kontrolloj tani një shumë faqe, qindra faqe. Po. Kur në fakt unë e kam specifikuar punën time, të kontrolloj vetëm shkronjën e madhe dhe të dy të dalloj, që e kam bërë, se kam bërë. Shiko, mund të bëhet edhe diçka me ngjyrat. Unë se kam vrarë ndonjëherë mundin për këtë dhe si vetë do përgjigje, se nuk e kam kontrolluar, por mund të kontrolloj, mund të kërkoj që a bëhet apo s'bëhet diçka e tillë dhe do ta postoj në atje tek ajo e trajnimit, tek klasa tek grupi i trajnimit. Do t'u jap një përgjigje për këtë. Do kontrollojmë nëse bëhet, do them që bëhet kështu, nëse s'bëhet, do them që s'bëhet. Ka mundësi edhe që bëhet, po thjesht mua s'më zhdashur ndonjëherë dhe nuk e kam kërkuar për këtë. Dakor? Tani, çfarë kishim tjetër? Materiali madh ka edhe po themi shumë detyra brenda. Po. Material. Puna për ta riparë, dhe që sa do shikoj e këtë rast, dhe sa dhemi të ka këtë rast, janë të gjyrat e vogla, ashtu të përdiqme që do kontrolluar. Po. Tani, diçka tjetër është edhe direktoria e përbashkët, ose shared drive. Kur shkoj këtu tek My Drive, më dalin dokumentat e mia. Tani, disa nga këto dokumenta mund t'i bëj share me persona të tjerë dhe punojnë bashkërisht. Gjithsesi ato prap ngelen të mia. Tani, është edhe kjo shared drives. Shared drives janë direktori të përbashkëta. Domethënë, këtu ka akses një grup i caktuar. Këtë unë për shembull e kam përdorur për këto sektore. Kam krijuar një grup për personat e një sektori, kam krijuar një direktori të përbashkët dhe kam thënë që te kjo direktori e përbashkët kanë akses personat e këtij grupi. Kjo është këtu, tani te kjo direktoria e përbashkët mund të po të shikojmë për shembull kush janë njerëzit që kanë akses, është user njerëshi, është edhe dashani. Nëse unë ngarkoj një sketar të kjo direktori e përbashkët, këtë direktori mund të aksesojnë të gjithë personat e grupit. Është si thua për një zyrë ose për dokumentat e përbashkët të zyrës. Dhe çfarë ndryshimi ka kjo nga një direktori personale? Nëse llogaria ime mbyllet për shembull, ato zakonisht dokumentat që kam unë në direktorinë personale mbasin, kurse direktoria shared nuk mbasin. Nëse këto dokumenta janë të direktoria e përbashkët, ngelen aty. Një gjë tjetër është për shembull, nëse një person kalon nga një sektor në një sektor tjetër, tani nëse ai ka dokumentat e zyrës në llogarinë e tij personale, duhet që t'u kalojë personave të tjerë me një mënyrë ose me një tjetër. Kurse nëse dokumentat janë te direktoria e përbashkët e sektorit të ZM, nuk ka nevojë. Mjafton që tek ai grupi i sektorit të shtohet një person tjetër, nëse vjen një person i ri në atë sektor dhe ai menjëherë ka akses tek ato dokumenta, edhe mund të largohet nga grupi ky person të çojë në një grup tjetër që të ketë akses te direktoria e sektorit tjetër. Pra, është më praktike për menaxhimin e dokumentave të një zyre. Tani, edhe Google Drive në smartphone mund të ketë profile. Edhe që nga Google Drive në telefon mund të skanojmë dokumenta. Tani, le të shikojmë se si mund të krijojmë një profil në Google Drive. Atëre unë kam këtu Google Apps, atëre Google Drive është këtu, që ka një aplikacion e vetë, Google Drive.
Ne i kërkojmë në Google dhe na del Google Drive. Jo, mund ta instalosh si aplikacion. Google Drive, po. Tani, qa profili po përdorën për momentin? Për momentin po përdorë të profilin e universitetit, dashamit.hoxha@uniblora.al. Por kam edhe këto profile të tjera që i kam krijuar, që mund të shtohet me këtë add another account, siç e bëm me browserin, edhe siç e bëm me emailin, add another account mund të shtohet një account. Pra, unë mund të përdor Google Drive për drive-in e punës ose për drive-in tim personal, për llogarinë personale. Tani, supozojmë se do zgjedh këtë profilin në user 3. Atëherë ky është Google Drive i përdoruesit user 3. Edhe po të kontrollojmë për shembull dokumentat që janë këtu, janë do të jenë të njëjta me ato që dalin në browser. Tani, po të shikoni këtu, ky plusi është për të shtuar dokumenta të rinj. Dhe nëse unë klikoj këtë plusin, më del si opsion edhe kjo skan dokument, që të skanoj një dokument. Ose mund ta bëj edhe direkt me anë ka një ikon të veçantë, një buton të veçantë për të skanuar një dokument. Mund ta bëj me këtë ikonën këtu. Ta zëm se unë dua të skanoj disa dokumenta që janë këtu. Atëherë klikoj këtë skan dokument. Edhe e çoj. Po ta shikoni ajo e selekton atë automatikisht fletën e bardhë. E ndryshoj. Jo, është pa pagesë. Vetëm se ka një gjë që kjo ka, do me thënë një merë automatikisht ma shkrap, nuk ma ashtë. Atëre selektoj të auto, po ta shikoni lartë, të cepi lartë, selektoj të auto dhe bëj manuale. Do me thënë që mos ta shkrepi vetë, kur të doja jo, po ta shkrep unë kur ta kem gati dokumenti. I selektoj këto, i them retake, do me thënë i fshi ato që janë marrë, ato fotot që kështë e marrë, ose skanimet që kështë e bërë. Tani, e lë që ta zgjedhja ajo dhe aty i them që mere. Shtyp butonin poshtë, ishte ai butoni i rrumbullakut. Keep scan. Kaloj te diçka ndodhi këtu tani. Ose më fi fare, se kam çfarë që kanë ndodhur, ndoshta i kanë mbaruar edhe bateria. Po. Po, edhe do selektoj me këtë. Po, kur ta shikosh ajo e ka kapur kuadratin tamam, është. Se ka kapur për shembull. Po do ndryshosh të pozicionin e kamerës derisa ta kapi. Tani mua mund të më jetë fikur fare se kam mbaruar bateria, po kjo ishte ideja e saj, domethënë që kap një faqe, pastaj e lëviz ka faqen tjetër. Po. 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 Largoja që ta kapi të tërë? Edhe nxjerr vetë automatikisht. Po pra, ke vetë automatikisht. Po, ndoshta edhe ajo foto e bën, ka edhe aplikacione të tjera që bëjnë skan, që janë edhe falas. Po kjo domethënë është më cilësore kjo që është më e përshtatshme sepse kjo i bën skan, i konverton në PDF dhe i ngarkon në Google Drive. Nga Google Drive ti mund ta bësh share ose mund ta aksesosh nga kompjuteri, atë skanin që ke bërë. Kurse në Word pastaj. Jo, në Word jo, skanimet nuk kthehen në Word, jo, skanimet jo. Në PDF. Në PDF janë më të përshtatshme. Nëse unë dua si imazh kopertinën e po, nëse do si imazh, e ruan si imazh. Edhe kthehet një PDF e skanuar mund të kthehet në imazh, mund të konvertohet në imazh, s'ka problem. E kemi në PDF, ka një faqe libri, dhe do të marrë një paragraf. Shiko, një faqe e skanuar nuk kthehet 100% në Word. Aty mund të bësh optical character recognition, OCR që quhet, që ajo shikon atë imazhin, se ajo është si imazh. Shikon imazhin dhe mundoj të dalloj karakteret dhe të nxjerrë tekstin që ndodhet në atë imazh.
por nuk është 100% e saktë. As 90% e saktë nuk është. Mund të jetë, sidomos formatimi është i deformuar, domethënë nuk e ruan formatimin. Vetëm mund të nxjerrë përmbajtjen, nxjerr karakteret dhe pastaj do ta rregullosh vetë formatimin, do të bësh edhe ndonjë korrigjim, se kur është e për shembull mund ta kapi si A. Thjesht të marrësh atë Po. përmbajtjen e faqes. Po, mund ta nxjerrësh përmbajtjen e faqes si tekst, por nuk është e saktë, 100% e saktë dhe duhen bërë korrigjime. Edhe formatimi jo, nuk e ruan formatimin. Për shembull është në 2 kolona, është në formatimi del i deformuar, nuk e ruan. Po, këtë e tham, avantazhet janë që mund punosh njëkohësisht në të njëjtën kohë, ruan ato ndryshimet, në historikun e ndryshimeve, që mund të shikosh çfarë ndryshime që janë bërë. Edhe nuk e versione të ndryshme në bashkëpunim. Tani, kjo pyetja është a mund të punojt offline me Google Docs, për shembull kur ka shkëputje interneti. Edhe përgjigjja është po, por duhen bërë disa konfigurime. Dhe një nga këto konfigurime është që duhet instaluar një plugin në Chrome. Ose një extension. Po të shkojmë tek kjo menuja e Google Chrome-it, shkojmë tek extensions, manage extensions ose visit Chrome Web Store. Visit Chrome Web Store. Kërkojmë me Google Docs online. Google Docs offline. Kërkojmë kjo nuk më nxjerr më këtu sepse unë e kam instaluar, po normalisht duhet ta nxjerrja aty në listë. Atëherë manage extensions, ja kam të Google Docs offline. Do të thënë e instalojmë këtë extension në Google Chrome e para. E dyta duhet konfiguruar Google Docs që të punoj offline. Atëherë nëse jemi tek Google Drive, jo, kjo është aplikacioni. Shkon tek My Drive. We can settings. Kam edhe një Google Docs offline, kam një dokumentu që i shpjegon ato hapat. Ja ta pra, instaloj ky si extension Google Docs offline. Tani tek Google Drive settings, bëjmë enable këtë offline access. Drive.google.com edhe shkojmë tek settings. Atëre, që nga këtu settings, tek kjo shenja po, shkojmë tek settings. Këtu janë disa settings edhe njëra nga këto është offline. Do të thënë, po ta checkojmë këtë, mund të punojmë offline me Google Docs, Google Sheets, Slides e tjera. Tani, përveç kësaj është edhe një gjë tjetër, që një dokument ne do t'i themi që mund ta përdorim offline dokument, ose janë ato që quhen recent documents. Do të thënë, recent documents janë dokumentet e fundit që kemi punuar, automatikisht mund të punojnë offline. Sepse vetë Google Drive, ato që janë dokumentet e fundit, për shembull 5 apo 6 apo 10 dokumentet e fundit, automatikisht mund të punojnë offline. E shkarkon në kompjuter dhe edhe nëse shkëputet interneti, ti mund të vazhdosh të punosh me dokumentin. Edhe pa internet. Për një farë kohe, kuptoj, jo për gjithmonë. Ose një dokument do t'i kemi në mënyrë specifike që
do t'i themi në mënyrë specifike që ruaj për punë offline. Dhe për t'i thënë në mënyrë specifike, shkojmë tek këto tek menuja që janë këto 3 pikat, edhe është kjo opsioni Make Available Offline. Nëse unë e çekoj këtë opsionin Make Available Offline, kjo e sinkronizon me duhet që ta sinkronizoj me diskun, edhe nxjerr këtë shenjë kështu, që tregon që një kopje e këtij dokumenti ndodhet edhe në këtë kompjuter, lokalisht. Dhe unë nëse punoj në këtë dokument, edhe nëse interneti shkëputet për disa minuta, unë nuk e ndjej, vazhdoj punën. Mund të vazhdoj punën. Tani, ka edhe disa gjëra që nuk funksionojnë me këtë offline, me këtë punën offline. Për shembull, sinkronizimi në kohë reale normalisht nuk funksionon, sepse ai kërkon që të dyja palët për shembull të kenë internet. Edhe kjo mundson që të sinkronizojnë ndryshimet që bën njëri te dokumenti ku po punon tjetri. Po, sinkronizimi ndodh kur vjen interneti, por ka një rrezik se nëse qëndron shkëputur ose punojnë të dy njëkohësisht në të njëjtin paragraf, për një kohë, domethënë shkëputja është për një kohë të gjatë, dhe dy punojnë në të njëjtin paragraf, mund të bëjnë ndryshime në të njëjtin vend. Njëri ndryshon ndryshe një paragraf, tjetri bën ndryshime të tjera. Atëherë në këtë rast ndryshimi automatik është i pamundur dhe ndodh një konflikt edhe duhet zgjidhur ky konflikt në mënyrë manuale, që të thuash që ndryshimet e njërit mund të domethënë ruaj ndryshimet e njërit dhe pastaj ndryshimet e tjetrit ti bësh manualisht, mbi atë. Pra, nëse shkputja është për një kohë gjatë dhe të dy personat punojnë në të njëjtin vend, kur bëhet sinkronizimi ndodh një konflikt dhe bëhet zgjidhur manualisht. Pastaj edhe kur bën sharing edhe ca gjëra të tjera, domethënë nuk funksionojnë shumë mirë me këtë punën offline, por në përgjithësi, kur je person i vetëm që punon me një dokument, është okay. Edhe domethënë nuk të bllokohen puna, se zakonisht kur ikën interneti ikën përkohësisht. Tani njerëzit s'majnë dot të pa internet. Po ikën interneti, do bëhet diçka, do rregullohet. Keni aktiviteti sot? Po, ja edhe 5 minuta. Tani, çka kemi tjetër, a mund të bashkëpunojmë me persona të tjerë për një draft email? Kjo është shumë kollaj, është një gjë shumë e thjeshtë. Nëse duam të krijojmë një email ku, domethënë, përmbajtjen e këtij emaili e krijojnë 2-3 veta në mënyrë të përbashkët, atëherë krijojmë një dokument të ri këtu, Google Docs, dhe po ta shikoni, kjo të ofron mundësinë për të përdorur disa templeta si Google Docs. Mund të përdorim këtë templatin email draft. Ka edhe templeta të tjera, për shembull Google Notes, edhe disa templeta të tjera, por ne mund të përdorim këtë email draft si template. Edhe kjo email draft jep këto fushat marsi, TC, BCC, subjekti, edhe më poshtë është përmbajtja e emailit, të cilat ne mund t'i plotësojmë. Për shembull marsi, po them unë pikale, paska qenë mundësia edhe për ta zgjedhur këtu, po megjithatë nejse, po subjekti për shembull test. Tani këtu shkruhet mesazhi, email. Tani këtë dokument unë e bëj share, mund ta bëj share me personat që duan të bashkëpunojnë për ta krijuar këtë email. Atëherë i them share këtu. To give your untitled document a name. Po i them skip. Atëherë po e bëj share me user 3, no? Send.
Tani, nëse shkoj tek profili I përdorësit user3, share with me. Today është untitled, sepse si kam vënë titull akoma, që është pra ky është një përdorës I veçantë. Këtë ka shkruar user njëshi, ma tregon që është user njëshi duke punuar. E kështu me radhë, pra mund të punoj të dy në të njëjtin draft. Dhe pasi kam punuar të dy në të njëjtin draft, klikojnë këtë butonin këtu për ta dërguar si email. Mund ta klikoj ose njëri ose tjetri, kush duhet që ta dërgoj. Klikon këtë butonin këtu dhe kjo e konverton automatikisht në një email. Në një email, dhe mund të shtohen edhe gjërat tjera dhe pastaj klikon send. Pra, kjo të lejon të punosh në këtë mënyrë mund të punoj në mënyrë të përbashkët për të ndërtuar një draft email, një email të përbashkët. Një gjë që kam harruar ta përmend kur bëm këtë sharing, nëse një dokument mund të bëhet share me disa persona për të bashkëpunuar, ose mund të bëhet share me një grup më të gjerë personash, nëse duam ta publikojmë një dokument për ta parë. Kështu me të gjithë personat e universitetit. Klikojmë shkoj tek My Drive. Shumë këtë dokumenti këtu, klikoj me djathtën, I them share. Dhe është kjo general access. Pra, mund të kenë akses disa persona të caktuar, ose mund ta bëjmë edhe me general access, akses I përgjithshëm. Tash në këtë moment kjo është restricted. Restricted do të thotë nuk ka asnjë general access. Por nëse e klikojmë këtu, mund të zgjedhim Universiteti I Lorës. Atëherë, nëse kopjoj këtë link dhe ja dërgoj një personi që ka adresë të Universitetit Lorës, ai është në zgjedhje që të hap këtë link. Ose nëse duam ta bëjmë share me gjithë botën, për shembull, anyone with the link. Atëherë, nëse kopjoj këtë linkun këtu, edhe kushdo që ka këtë link mund ta hapi këtë dokument. Për shembull, unë po hap një incognito window. Incognito është pa username, domethënë ato username që kam përdorur nuk ekzistojnë. Atëherë e kopjoj këtë linkun këtu. Edhe më hapet ky dokumenti, që në këtë rast është kjo lista me. Vetëm se mënyra si e kam bërë unë share është viewer, domethënë që vetëm mund të shikoj, jo të bëj ndryshime. Kushdo që e ka këtë link, mund ta shikoj përmbajtjen e dokumentit, por jo të bëj ndryshime. Mund ta bëj edhe commenter, që mund të komentoj në një pjesë të caktuar, në ndonjë paragraf të caktuar ose ose mund ta bëj edhe editor. Që kushdo që ka këtë link, që unë mund ta dërgoj këtë link me email shumë, ose me WhatsApp, ose me diçka tjetër, s'ka rëndësi, mund të bëj edhe ndryshime. Për shembull, nëse zgjedh të general access Universiteti I Lorës, kushdo që ka këtë link nga Universiteti I Lorës mund të bëj ndryshime. Edhe them done. Tani, kur e bëj share një dokument, më del kjo shenja këtu. Për të marrë linkun e një dokumenti që është bërë share, klikoj me të djathtën share edhe them copy link. Copy link edhe mund ta dërgoj me email ose me diçka tjetër. Dhe gjëja e fundit që kemi për të diskutuar sot është kjo Google Groups. Këto Google Groups zakonisht përdoren për dy qëllime. Qëllimi I parë është qëllimi aksesi. Domethënë gjithë personat që janë në një grup të caktuar kanë akses në këtë direktori të caktuar ose në këtë dokument të caktuar. Pra mund përdoren për qëllime aksesi. Krijon një grup, vendos disa persona në këtë grup dhe këtij grupi I jep një akses të caktuar. Atë gjithë personat në këtë grup kanë këtë akses. Ose Google Groups mund përdoret edhe për komunikim. Çdo grup ka edhe një adresë email të caktuar. Dhe një mesazh që shkon tek adresa e këtij grupi u shpërndet gjithë personave të grupit.
Kjo varet edhe nga konfigurimi I grupit, nga Jo një herë dhe nuk e atë detyrimi që të marrësh sa herë që do t'u nisësh. Jo. Shumë nëse komunikon zakonisht me disa persona të caktuar, mund të krijosh një grup me këta persona. Po, fiksi si WhatsApp-i, po. Mund të krijosh një grup, dërgon një mesazh te grupi dhe ky mesazh është shpërndarë gjithë personave të këtij grupi. Tani kush mund të krijojë grupe? Grupe mund të krijojë kushdo. Për shembull, unë tani jam si user 1, nuk kam privilegje të caktuara. Po të shkoj tek Po të shkoj tek Google Groups, që është diku këtu më poshtë, tek Groups. Unë shikoj që ndodhem te ky grupi testing@univlora.edu.al. Pra jam pjesë e këtij grupi momentalisht. Por mund të shikoj që mund edhe të krijoj një grup të ri me disa persona që mund t'i shtoj vetë ata persona. Tani fillimisht po shkoj tek ky grup prove dhe po shikoj disa gjëra. Tani po të shikoj kush janë pjesëtarët e këtij grupi, members, tu tek people members. Shikoj që është user 1, user 2, user 3. Është thjesht një grup testing. Dhe tek roli shikoj që user 1 është owner. Është owner I këtij grupi, kurse user 2 dhe user 3 janë thjesht member. Tani një owner ka të drejtë edhe të shtojë persona të tjerë në këtë grup ose të heqë ose të ndryshojë aksesin e personave. Momentalisht për çdo email që shkon tek adresa e grupit shpërndahet automatikisht te gjithë personat. Atë user 1 merr çdo email që shkon nga adresa e grupit. Pra në moment që dërgohet menjëherë shpërndahet dhe I shkon në adresë edhe user 1. Po kështu edhe user 2 edhe user 3. Por kjo mund të ndryshohet, për shembull, nëse e bëj digits. Kjo digits ka kuptimin që gjithë emailat shkojnë një herë në ditë. Pra gjithë emailat që kanë shkruar ose gjithë mesazhet që kanë shkruar në te grupi shkojnë me një mesazh të përbashkët një herë në ditë. Pra nëse janë dërguar 5 emaila sot, vetëm në fund të ditës dërgohet një email I përbashkët me 5 mesazhe. Po kështu mund ta ndryshoj edhe për të tjerë. Një opsion tjetër është abridged. Abridged është me shkurtime, domethënë nuk shkon I gjithë mesazhi, por shkon vetëm pjesë të shkurtuara. Nëse do ta lexosh mesazhin e plot, klikon te linku dhe shkon tek mesazhet shkon tek grupi, tek conversation. Ose një opsion tjetër është edhe no email. Atëherë no email ka kuptimin që një mesazh që shkon tek adresa e grupit nuk shpërndahet me email te pjesëtarët e grupit, por mund të shkojnë dhe ta lexojnë këtu tek faqja e grupit. Edhe këtu dalin mesazhet e grupit, tek conversations. Meqense ky user 1 është owner I këtij grupi pro, ka të drejtë të shikojë dhe të ndryshojë dhe group settings. Edhe këtu tek group settings janë disa gjëra që mund të ndryshohen. Për shembull description, që nuk ka shumë rëndësi, welcome message, collaborating inbox, no additional features, enable shared labels. Edhe who can view conversations, who can post, etc. Janë shumë opsione, nëse ju do keni nevojë të krijoni një grup, mund të shikoni këto me hollësi. Sepse që të rinë të sjarën gjitha, edhe s'kemi ko. Po. Po. Nëse ishte mundur dhe është e lehtë, ne do të bëjmë editime në PDP. Po. Janë gjëra të vogla, them që mund. Unë kam bërë më herë, po u kam të vetë me kam parluar. Por që kam bërë vetë që bëjmë editime në PDP. Atëre. Vetë kam bërë. Ai regjistrimi, ne diskutuam të rreth në kaluar, po regjistrimi nuk është shumë, ishte I dobët. Po. Teorikisht, një dokument PDF është të paktën 2 llojesh. Nëse ne kemi një dokument Word dhe e konvertojmë në PDF, mund të ekzistojë mundësia që të bëhen editime. Nëse kemi një dokument letër dhe e skanojmë e kthejmë në PDF, tu nuk ka shanse që të bëhen editime. Nuk ka shanse që të bëhen editime sepse ai është një imazh. Mund ta editosh si imazh, po jo si dokument, nuk mund ndryshosh shkronjat.
Edhe për atë rastin që kemi një dokument dhe e konvertojmë në PDF, duhet program special që të bëjnë editime. Për shembull Adobe të ta duan PDF editor që janë me lek. Dhe për mendimin tim, është një gjë që nuk ja vlen. Sepse nëse ti e ke konvertuar nga një dokument Word në PDF, edito dokumentin Word dhe konvertoj prapë në PDF. Kjo është më e saktë. Është më e garantuar, funksionon gjithmonë. Pra, ose nëse është dokumentin e ka dikush tjetër dhe ti nuk e ke dokumentin origjinal, atëherë ti s'ke as drejt që ta ndryshosh atë dokument, PDF. Bëhet fjalë e kam të drejtën dhe dëshirën ta ndryshoj. Po, është më mirë të ndryshosh dokumentin origjinal dhe ta konvertosh prapë në PDF, sesa të editosh PDF-n, për mendimin tim. Se nuk kemi bërë ndryshime, ndoshta dikush tjetër ju keni bërë ndryshime, keni kaluar PDF, pasi një mesazh mua unë shikoj që ka ndonjë gjë për të ndryshuar. Ashtu, nëse ka ndonjë gjë për të ndryshuar, duhet ndryshuar dokumenti origjinal. Është më mirë të ndryshohet dokumenti origjinal. Po janë vetë disa ndryshime të tjera, ose në vazhdimsi nga ajo që nuk ka origjinal, nga që kanë krijuar mund të jetë për ndryshime nga persona të tjerë. Me PDF. Jo, para ndoshta në Word dhe ju keni bërë ndryshime, mua nuk më vjen origjinali i parë, vjen ai me ndryshime. Nuk kisha them, po nuk është e këshillueshme për mendimin tim editimi i PDF-s. Është edhe i vështirë do programe speciale, nuk është nuk konvertohen gjitha në Word, edhe nuk është i garantuar konvertimi në Word. Nuk është Këtu është problemi që nuk është i garantuar, sepse formati PDF është një format paraqitje, mund të printohet saktë, është formati më i saktë për printim. Domethënë që çfarë shikon ti në PDF ashtu del në letër. Nuk është format për të edituar. Formati PDF është format për printeri, nuk është format për të edituar. Dhe editimi edhe nëse funksionon në disa raste, nuk është i garantuar dhe nuk është i këshillueshëm. Unë nuk e këshilloj editimin e PDF-ve. Edhe nëse është i mundur. Është vetë formati PDF që po. Kur unë i kthej, ajo nuk e kthen 100%? Nga Word në PDF, kthehet. Çdo program e bën atë. Nga PDF në Word nuk edhe po, domethënë mund të ketë shformime ose mund të ketë element personalizuar këto me foto me gjëra me Shiko, atë mund ta konvertoj nga PDF në Word, ai program që ka konvertuar nga Wordi në PDF, për mendimin tim. Unë nuk e këshilloj editimin e PDF-s. Do ta testoj me gjëra të vogla që po me gjëra të vogla, sigurisht se është më të mirë mund të ketë përmbajtur pastaj të mbanë elemente të tjera. Shiko, kur konvertohet një dokument në PDF, qëllimi është për të printuar ose për të publikuar. Nuk është qëllimi për të edituar. Është fundi, aty është fundi. Po do të bësh ndryshime, shko tek dokumenti origjinal, modifikoje dhe konvertoje prapë në PDF. Dhe ta nis ty ka jetë ka stile që ti mos të bësh ndryshime. Po. Dhe mënyra më e saktë për të garantuar që nuk ta ndryshon njeri dokumentin është printoje dhe skanoje. Po e skanoje nuk ta modifikon dot njeri. Është po. Me fund, me bul, me frio, po. Se po t'ishte kollaj të ndryshoj një dokument, po t'ishte kollaj, mund të bëhesh falsifikime. Do të thotë që ti e ke firmosur, e ke vendosur, e printon, e skanon, ja dërgon dikujt, ai tjetër mund të bëjë modifikime. Po. Në çastin e fundit i shkon që vjen një bërë. Po, ajo është më mirë. Po, edhe janë të mundura, po është më mirë të ndryshosh dokumentin origjinal dhe ta kthesh prapë në PDF. Unë pra, domethënë, kësaj qëndroj. Ti e ke dokumentin origjinal, apo jo? Nëse nuk e ke, po. Një libër, ai telefonin. Atë thjesht i ka një se të thosh. Kur ajo e shtyp se ka thënë. E përpunon. Po.
lekë, se nuk është kaluar thjesht nga ordi PDF. Ajo e kalon me pjesë, me programe të veçanta. Ajo e ndryshon formatin para se ta kene PDF. Po, e riformaton ajo, po. Procesi tërë, nuk është thjesht një kalim me një... Ajo e riformaton, po. Me një klik vetëm nga konvert, nga ordi PDF, shumë procese brenda, që edhe me shumë aparatura në mejtë. Në qoftë se ti dallon që ke një gjë të vogël, që ku shkon, do të thotë se mundësinë po të shkuar atje është më e vogël. E kuptoj atë që Mundësi për ti ta bën vetë këtë gjën e vogël, këtë ndryshimin ose këtë rregullim për momentin. Unë për shembull e kam bërë konkretisht këtë dorë, jam patur. Ma i mishë, ma i pa